Në Pallatin e Sportit Fahrie Hoti në Tiranë ka nisur procesi i rinumërimit. Të parat janë hapur kutitë e Gramshit dhe Peqinit, pas pretendimeve të PD për manipulim të procesit zgjedhor dhe përmes fenomenit të trenit bullgar. Për Gramshin dhe Peqinin nuk ka rinumërim, por verifikim të kutive me materialet zgjedhore. Deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike Bledi Hinçi ka ndjekur nga afër procesin e hapjes së kutive dhe vijon me akuzat dhe pretendon se flet votimi që janë të pavlefshme janë numëruar për Partinë Socialiste. Gjithashtu përfaqësuesi i KAS-is sqaron se nuk kemi të bëjmë me rinumërim dhe se në këtë fazë numërimesh nuk ka autoritetin të thotë se kjo vot është vot e parregull, por atë e vlerëson KAS. Faktikisht ka pasur probleme në shumë qendra votimi, në shumë kuti do të thoja, qoftë tek materialet zgjedhore, po qoftë edhe kutia e fletëve të votimit, ka një mos rakordim të fletëve të votimit, po kështu ka një mos përputhje të numrit të fletëve të votimit të papërdorura në respekt me proces verbalin 08. Ka gjithashtu problematika për sa i përket pjesëve në lidhje me proces verbalin që kanë mbajtur grupi numërimit GNV-t dhe fletëve të votimit realisht se sa gjenden në kuti. Ka problematika në lidhje me kodet e sigurisë së vulave, të cilët nuk rakordojnë ose, siç mund t'ju them për shembull tek njëra nga kutit e Gramshit, ka pasur është me 3 vula dhe jo me 4 vula, ashtu siç e ka dhe pjesa e rregullores. Problematikat janë për shembull më konkretisht edhe për t'ju sqaruar opinionin publik, në qendra e votimit 2253 ka -2 vota, 2251 ka mungon një vot, është pa vula dhe 2 vulat që vulosin, pra mungojnë, nuk ekzistojnë fare në qendrën në kutinë e materialeve zgjedhore. Se ku kanë ikur vulat ne nuk e dim. 2263-shi përsëri janë 11 fletë që mungojnë të papërdorura, se ku kanë shkuar nuk e dim. Ka votuar një person i cili nuk e ka pasur emrin fare në listën e votuesve, edhe ky është një problem tjetër. Për të vazhduar pastaj me diferenca goxha të mëdha për sa i përket qendrës votimit 2275 janë 10 të pavlefshme që mungojnë dhe 10 të papërdorura, pavarësisht në proces verbal ekzistojnë si numër. Edhe tek 2251 fraksion 1-shi ka përsëri mungesë të vulave për të vulosur. Ka problematika tek 2598 përsëri në Gramsh, mungojnë 2 fletë në kutitë e votimit, tek 2663-shi mungojnë 3 fletë të papërdorura, pra nga 293 që duhej janë 290. Përsëri në Gramsh 2595 fraksion 1-shi mungon një vulë sigurie, siç u thash, dhe gjithashtu nga 274 votues që kanë marrë pjesë sipas pajisjes PEJ, në kuti gjenden 272, kjo na bind akoma më shumë për atë që quhet treni bullgar, pra mungojnë 2 fletë votimi për cilët nuk janë hedhur më në mënyrë përfundimtare. Kjo është situata. Problematika ke 2670, ke 2658, ke 2247, këto i përkasin pastaj Bashkisë Peqin. Pasi të përfundoj verifikimi për 94 kutitë e Gramshit dhe Peqinit, do të rinisë numërimi i të gjitha votave të subjekteve politike dhe të kandidatëve në qarkun e Tiranës. Më pas, për Fierin, dhe në fund 360 kutitë e qarkut Durrës. Në Durrës, KAS-i vendosi të rinumëroj kutitë e KZAZ-s 21 dhe 22 të kërkuara nga Partia Demokratike, dhe 60 kutitë të kërkuara nga kandidati demokrat Aulon Kalaja.